Përshëndetje, ja ku jemi përsëri në vlogun e radhës. Unë sapo kam dalë, është ora 7:15 e mbasdites. Dola me Anxhelën dhe me Çunin dhe do ikim në qytet, që kemi diku tek 15 minuta në kam. Edhe do dal pak nëpër dyqane, sepse më duhet i blej dhurat një shoqe se ka ditëlindjen për 2 ditë. Dhe po mendoj t'i marr një parfum se ajo e ka shumë qef, sepse rroba ka plot edhe nuk dija tjetër se çfarë t'i bleja dhurat. Dhe po mendoj t'i marr parfum J'adore, por do shoh dhe nëse më pëlqen diçka tjetër. Qënë se dolëm, tham edhe t'i blejmë zjarit një veshje për një qershorin, diçka të bukur. Kështu që duhet të kaloj dhe nga Zara e fëmijëve, por nuk e di. Do ta shikojmë rrugën se ku do shkoj edhe hajdeni me mua në të gjithë pasditën time. Sapo kam ardhur te Bershka e femrave. Dhe janë këto gjëra që kanë dalë tani në mod, por janë çmimet super shtrenjtë. Për shembull, ky kapuçi është vetëm 18 euro. Është shumë i bukur, por shumë i shtrenjtë. Janë edhe këto kështu. Edhe këto sipër që janë shumë të bukura. Këto janë dhe aksesorët, e di janë shumë të bukur të gjithë, është edhe një orë aty. Dhe unë zgjodha këtë fustanin, sepse ky rri shumë bukur në trup, unë kam kohë që e kërkoj dhe tani ka ardhur dhe për më tepër është me ofertë. Është 26 euro thot këtu, por ka 50% ulje. Kështu që do iki që ta paguaj tani. Tani do futemi tek Zara e fëmijëve. Të gjejmë diçka për zjarin. Kam dalë nga dyqani i Zarës edhe kam bler një palë xhinse të shkurtra për zjarin, një palë turta, një bluzë, edhe një kostum për gocën e asaj shoqes për një qershorin. Dhe tani jemi ulur sepse Anxhela po më priste në një lokal edhe ka porositur edhe pica dhe për mua. Dhe tani do ham pak. Kjo është e imja, është me tonë edhe me ullinj. Kjo është e Anxhelos, Coca-Cola është e Anxhelos dhe uji është i imi. Kjo është e gjithë çantal që ne morëm. Këtu janë rroba të përzjera, domethënë janë 2 pantallona për Anxhelon, fustani im edhe pastaj për zjarin. Ndërkohë që do ju tregoj këto, do ju thoya që ora është 11:15 e darkës, është pak vonë e di, por unë tani kam kohë të mbaroj videon edhe do pastroj pak shtëpinë, gjërat që kam rëmuj, sepse nesër në mëngjes e kam lënë për të dalë me shoqen time dhe duke qenë se do dalë me të, do shkojmë në pazar tek tregu i rrobave të përdorura që e kemi zbuluar, kemi gati 1-2 muaj. Edhe ky tregu këtu në Ibiza bëhet çdo të shtunë. Bëhet nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 3 pasdite. Kështu që ne do shkojmë nesër atje. Edhe për mos të lënë shtëpinë në rëmuj, sepse sigurisht që do marrë dhe zjarri. Kur të kthejmë që andej, sigurisht që do merrem me të gatuar dhe nuk kam kohë që të pastroj dhe të bëj punët, sepse duhet të merrem dhe me djalin dhe sigurisht që unë do të llogaris tër ditën do të llogaris kohën kur fle zjarri që unë të merrem me punët e mia dhe me gjërat që më duhet të mbaroj gjatë ditës. Kështu që vazhdoj me gjëra tani, ndërkohë zjarri është në gjumë, e ushqeva ndropa dhe po fle si qëngjë i vogël. Këto janë një palë xhinse të shkurtra për Anxhelon. Janë të Pull&Bearit dhe kanë bërë 23 euro. Janë të zeza sepse kështu i pëlqeu. Ai mua më pëlqen një palë të tjera, por nuk ishte masa. Këto janë të shkurtra, edhe anash kanë xhepa, kanë edhe mbrapa. Dhe këto kanë kushtuar 23 edhe këto.
Këto ishin të Angelos, nuk donë të gjëra tjera dhe nuk është se nuk ishte shumë, ishin gjëra shumë budaliqe. Tani do ju tregoj fustanin tim që unë do e vesh në datën 1 qershor. Është ky këtu. Dhe e kam gjetur në ofertë. Kam kohë që e kërkoj këtë, e kishin sjell kohën tani. Është i tillë dhe ka këtë gjën. Unë do ta provoj dhe do ja tregoj edhe juve. Ky ishte 25, por me ofertë ka qenë 26. Me ofertë ka qenë 50% ulje, e kam marrë për 18 euro. Unë e kam marrë masa medium, uroj që të më rri mirë. Nuk është se dukej shumë i gjerë debeli, do shta më bëm. Por mund të shkoj dhe të ndroj, kishte edhe large, nëse nuk është shitur, sigurisht, sepse ishin nga një mas, kishte extra small, kishte large edhe një medium. Të tjerat ishin në ngjyrë të zezë, por e zeza kam shumë fustane të zeza të shkurtra dhe doja një të kuq. Duke qenë se kam edhe për vjetorin me Angelo në datën 1 qershor, bëjmë 8 vjet së bashku, do doja që të vishja një të kuqe. Tani janë gjërat e zjarit. Nuk kam marrë shumë gjëra, i mora tek Zara. Janë këto tutat e zeza të shkurtra, më duhet që t'ja kombinoj me bluze oversize. Këto kanë kushtuar 8 euro dhe janë për masën 3 vjeç, por zjarit i bëjnë. Dhe pse këto janë pak stil kështu si të gjera vet, edhe mua më pëlqejnë si i rrinë, dhe prandaj jam marrë kështu pak të mëdha. Janë shumë, do me thënë se zjarri tani momentalisht kur që unë jam duke filmuar, nuk e di kur do postohet kjo video. Sot ka data 29 maj, edhe tani që jam duke filmuar këtë video, zjarri është 8 muajsh. Ndoshta kjo video hidhet në mes të qershorit, nuk e di, por që ati i bëjmë. Bleva një palë gjinses, edhe këto më duhen për kombinim, janë shumë të bukra. Është edhe kjo ngjyra verore. Mbrapa kam vetëm një xhep, edhe këtu kam këtë që mund ta lidh sa të dua, ta ngushtoj pra. Këto janë 1 deri në 2 vjeç dhe kanë bërë 11 euro. Kjo është një bluzë sportive në ngjyrë blu. Është e gjerë, e madhe dhe shumë e bukur. Unë këtu s'ja kam treguar Angelos, por është ky top i futbollit edhe lexon një ëndër e madhe. Sepse Angelo dëshiron shumë që ta bëj zjarin futbollist. Edhe kjo është për 2 vjeç. Dhe kjo ka kushtuar 6 euro te Zara. Ndërkohë Zara tani në mes të qershorit bën ulje. Bëjnë të gjitha dyqanet sepse janë gjërat sezonale që ikin, edhe ata i bëjnë me ulje. Dhe unë po pres. Fundit është një set. Së pari janë këto streqet në ngjyrë roz, janë për gocën e shoqes time. Ajo është 8 vjeçe. Dhe këto i kam marrë 8 deri në 9. Është 8 vjeçe dhe e mora për 1 qershorin, sepse sigurisht që kam festën e fëmijëve. Edhe zjari po ashtu feston për herë të parë. Dhe kjo është kanatierja atyre streqeve, e kam marrë në ngjyrë roz sepse ajo pëlqen shumë ngjyra roz. Edhe është kështu me një krah. Është shumë e bukur edhe kjo. Edhe kjo është 8 deri në 9, çmimin s'po e tregoj sepse më qenë se është dhuratë, po e lë të jetë dhuratë, pra. Kurse dhuratën e shoqes time, që ka ditëlindjen, nuk ja bleva sepse vajti goxha vonë, edhe thash të dal nesër, edhe t'ja marr. Tani do më duhet që të provoj fustanin, edhe do ja tregoj juve. Ky është edhe fustani, mendoj se është shumë i bukur, dhe pjesa e vellit të ngushton pak, vetëm është pak i shkurtër mbrapa, por pak jo shumë. Por gjithsesi unë do ta vesh, edhe pres që Angelo të më ftoj tani me një vend shumë të bukur, vetëm se taka do t'i zgjedh në ngjyrë bezh mendoj, ose nuk e di a kam apo jo, se vaj mend. Tani vesh po pres që Angelo të më ftoj në një darkë edhe unë të bëhem e bukur. Edhe ta vesh këtë, pse jo, sepse nëse se vesh tani do më mërzitet, pastaj duke e parë në dollap edhe s'do mundem ta vesh dot më. Kështu që gjynaf. Tani do më do që ta mbyll videon, më falni për rrëmujën mbrapa edhe për këto arushat këtu që janë rrëmuj, unë i kam vënë
ashtu. Por do të sistemoj tani patjetër, do më duhet të laj pak edhe tualetin tani. Edhe pse ora është 11:35 momentalisht që jam duke folur. Ndërkohë do të pres edhe 25 minuta fix, sepse mami im ka ditëlindjen, edhe do më duhet që ta uroj. Mendoj se ajo do jetë në gjumë tani, por gjithsesi unë duhet që t'ja çoj mesazhin e para. Uroj t'ja çoj e para. Edhe sepse më mungon shumë edhe kam larg, edhe dua shumë. Di që kam bërë shumë mungesa në YouTube, por do mundohem që të mos bëj më kaq shumë mungesa, sepse dhe ju jeni duke pritur videot e mia gjithmonë, edhe disa prej jush më shkruajnë edhe në Instagram, edhe më thonë se kur do kemi video, por më besoni, dua shumë që të bëj video për ju, por ndonjëherë jo se nuk e gjej kohën, por ndonjëherë dhe nuk kam çfarë të filmoj, sepse nuk dua që të bëhem shumë e mërzitshme dhe videot të jenë gjithmonë të njëjta. Ndaj mundohem të bëj gjëra të ndryshme dhe sa herë që ka gjëra të ndryshme unë jam duke filmuar. Por gjithsesi u premtoj që do jem më shpesht tani sepse po vjen edhe vera dhe besoj të kem gjëra të reja për të po iki u puth fort të gjithëve dhe natën e mirë.